Pra, duhet patjetër që të jemi në ekuilibër gjatë gjithë kohës, që mos t'i lejmë kundërshtarit hapësirë, sepse ka lojtarë që individualisht mund të na dëmtojnë. Nuk duhet ta kemi mendjen te rezultati, por duhet ta kemi mendjen tek ajo që ne i themi manovër dhe ekuilibër. Arsyeja, pavarësisht se në ndeshjen e parë Auda ka bërë një hap të vogël përpara, është që edhe neve kemi pasur shanset tona atje, që mundet kishte mbaruar në një rezultat tjetër, kështu që mendojmë që në fushën tonë jemi të përshtatur akoma më shumë se sa kundërshtari. Shfrytëzojmë këtë element gjatë gjithë 90 minutave dhe pse jo të pretendojmë që të vazhdojmë më tej, pavarësisht se përballë kemi një kundërshtar të fortë. A do të shohim një Dinamo agresive që në minutat e para, apo kërkohet durim për posedon Audës hapësirën kundërshtuese? Do të thoja që një miksim midis të dyjave, sepse duhet jemi agresiv, po aq shumë sa që duhet kemi dhe një shkallëzim shumë të mirë që mos t'i lejmë hapësira kundërshtarit për të realizuar kundërsulmin, sepse e kanë një pikë relativisht mirë. Në cilin aspekt mendoni se skuadra nuk funksionoi siç duhet në ndeshjen e parë? Kryimin e rasteve apo në finalizim? Po të nisemi nga rezultati, sepse nuk funksionoi do të thotë që nisemi nga rezultati, por që besoj që skuadra bëri lojën e vet, ishte në fushë gjatë gjithë 90 minutit, kështu që prandaj edhe citova që neve duhet bëjmë pak a shumë të njëjtën lojë, por që duhet jemi më efikas përpara portës, pra rastet që na u krijuan të kemi më shumë eficiencë. Ishtë një në trajnerët më të suksesshëm të ekipeve të cilat keni drejtuar në gjithë historinë e kampionatit. Sa shpresoni që kjo eksperiencë do të jetë një avantazh për ta përmbysur rezultatin e ndeshjes? Eksperienca goxha e madhe, të them drejtën, sepse nesër është ndeshja e 6-6 e imja në kompeticionet europiane, me 16 kualifikime, por besoj që eksperienca vjen në plan të dytë, sepse nesër primar janë si gjithmonë lojtarët, çfarë do të bëjnë ato në fushën e lojës, që neve, ashtu si dhe herët e tjera, duke parë që çdo lojtar ka dhënë maksimumin dhe grupi ka qenë në të dyja fazat e lojës ka qenë i gjithë i bashkë, besojmë që kjo mund na çojë drejt rezultatit pozitiv, ndërsa eksperienca do na ndihmojë që në situatat e lojës të bëjmë zgjidhjet e duhura në bazë edhe të manovrës që do ketë kundërshtari. Të them të drejtën, në gjithë karrierën time, që kemi pasur disa raste që jemi kualifikuar edhe me penallti, nuk është se i kam punuar penalltit përpara, sepse e di që është tjetër ta gjuash penalltin servitje dhe tjetër është ta gjuash në ndeshje, ka dozë emocionale të ndryshme, por që i kam dhënë prioritet gjithmonë lojtarëve që marrin kurajon për të goditur, sepse ai që merr kurajon për të goditur, mendoj që është më i përgatitur psikologjikisht se sa në një tjetër që është me dy mendje. Sigurisht që nuk do e bëj, sepse jemi përpara gares edhe nuk dua që të deklaroj se çfarë, por që ajo që është shumë e shkurtër dhe shumë e saktë është fakti që do bëjmë ato që kemi punuar gjatë gjithë kësaj periudhës mbas ndeshjes kthimit nga Letonia, që duke u nisur nga fakti që e kemi parë kundërshtarin edhe të shfrytëzojmë edhe neve ato mundësi që kundërshtari nuk i ka pikat forta.